Sistemi ndërkombëtar sot po kalon jo vetëm një fazë turbulencash të përkohshme, por edhe një transformim të thellë dhe strukturor. Konfliktet e njëpasnjëshme rajonale, intensifikimi i konkurrencës gjeopolitike dhe pamjaftueshmëria e mekanizmave të qeverisjes globale tregojnë qartë se rendi ekzistues nuk është më i qëndrueshëm. Në thelb të këtyre krizave dhe pasigurive qëndrojnë mangësitë e paradigmës dominuese, institucioneve, mekanizmave dhe normave të sistemit ndërkombëtar të krijuar pas luftës së dytë botërore për të adresuar sfidat e sotme, si dhe kontributi i tyre në thellimin e problemeve dhe pasigurive ekzistuese. Në fakt, ky realitet po artikulohet hapur në platformat ndërkombëtare nga vetë politikbërësit perëndimor dhe inteligjenca, të cilët janë aktorët themelues të rendit aktual. Në këto platforma, vëmendja nuk përqendrohet vetëm te krizat, por edhe të aftësia e sistemit ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore për të prodhuar norma, si dhe te përkushtimi i tij ndaj përfaqësimit të barabartë dhe legjitimitetit. Për më tepër, kriza e legitimitetit në sistemin ndërkombëtar buron në thelb nga mungesa e përfaqësimit dhe nga erozioni i ndjenjës së drejtësisë. Në këtë kontekst, kritikat ndaj nënpërfaqësimit të perspektivave jo perëndimore dhe ndikimit disproporcional të disa fuqive dominuese mbi institucionet ndërkombëtare po gjejnë gjithnjë më shumë jehon. Pasojat dhe realitetet e reja të konfliktit, të nisur nga goditjet SHOBA-Izrael ndaj Iranit dhe të pasuara nga kundërpërgjigjet iraniane që synuan vendet e gjirit, në cilën infrastruktura jetike dhe objekte energjetike në rajon janë goditur drejt për drejt, ka shkaktuar një krizë globale shumë dimensionale, duke ndikuar thellësisht në sigurinë ndërkombëtare, sigurinë energjetike, rrugët tregtare, logjistikën globale dhe zinxhirët e furnizimit. Kjo krizë ka vënë gjithashtu në pikpyetje ndërtimin e legjitimitetit në nivel ndërkombëtar përmes ndarjeve që ka krijuar në mbar botën. Çështja me të cilën përballemi sot nuk është vetëm një ndryshim në balancën e fuqisë. Në fakt, është edhe transformimi i narrativave globale, perceptimeve dhe proceseve të prodhimit të informacionit. Në fakt, maksima e presidentit Recep Tayyip Erdogan, bota është më e madhe se pes, përmbledh pikërisht këtë qasje. Kjo nuk është vetëm një kritik, por edhe artikulimi një vizioni alternativ global. Turqia është të shfaqur si një fuqi rajonale, duke shërbyer njëkohësisht si aktor balancues dhe lehtësues në nivel global përmes politikës së saj të jashtme shumë dimensionale dhe diplomacisë aktive në vitet e fundit. Në një periudhë të karakterizuar nga rënja e stabilitetit global dhe shndrimi i rajonit në një unaz zjarri, vizioni politikës së jashtme dhe diplomacia lider më lider e presidentit Erdogan kanë qenë vendimtare. Nisma për dritjen e detit të zi në kontekstin e luftës Rusi-Ukrainë, angazhimet diplomatike të Turqisë në lindjen e mesme dhe përpjekjet ndërmjetësuese në Afrikë janë vetëm disa shembuj konkret të kontributit të saj për paqen dhe stabilitetin. Ajo që mbështet më fort rolin e Turqisë si ndërmjetësues është aftësia e saj për të ndërtuar besim mes palëve. Në një mjedis ndërkombëtar gjithnjë më të polarizuar, një qasje që ruan marrëdhënie të balancuara me aktorë të ndryshëm, duke e njohur ndjeshmëritë e gjithë palëve, është veçanërisht e rëndësishme. Kjo qasje mundson Turqisë të fokusohet jo vetëm në menaxhimin e krizave, por edhe në krijimin e zgjidhjeve afatgjata. Në një kohë kur legitimiteti i rendit ndërkombëtar po vihet në pikpyetje, Turqia po shfaqet si një aktor i respektuar që ndikon në formësimin e rendit, i udhëhequr nga një politike jashtme me në qendër njeriun, e bazuar në ndërgjegjen globale dhe ndjenjën e drejtësisë. E udhëhequr nga kjo përgjegjësi, drejtoria e komunikimit e presidencës synon duke u frymëzuar nga thirrja e presidentit se një botë më e drejtë është e mundur. Ta bëjë zërin e Turqisë më të qartë, më efektiv dhe më të saktë gjatë kësaj periudhe transformimi. Në fund, bota po kalon një prag të ri, ndërsa paradigmat e vendosura po shpërbëhen, kërkimi për alternativa po fiton vrull në këtë prag. Në këtë proces, Turqia po pozicionohet jo si një vëzhgues pasiv, por si një aktor aktiv themelues.